Dhe kemi arritur tek shenja ujorit. Shenja ujorit është në ndikime të fuqishme. Pozitive apo negative është vërtet dualiteti që është funksional në këto momente dhe në përgjithësi për shenjën ujorit do të kemi prirje që të shkojmë drejt pozitivitetit. Por kjo është me prirje. Ndërkohë që në qoftë se jemi nga ata persona, duke qenë se është një shenjë fikse që nuk pranojmë ndryshimin dhe fokusohemi vetëm tek ideologjitë tona ose idealet tona, që është e vlefshme më tepër për shenjën e ujorit, atëherë do të ngelim me vërtet mbrapa dhe nuk do të arrijmë që të kapim kohën. Kjo do të thotë që do të dalim me humbje si përfundim. Por në qoftë se ne pranojmë ndryshimin që po na sjell koha në këto momente, atëherë automatikisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Po e them që prirja është tek pozitiviteti, por gjithsesi ekziston edhe kjo mundësi tjetër, prandaj dhe duhet të përzgjedhim vërtet shumë mirë. Përzgjedhja në këtë rast është të pranojmë të ren. Ajo çfarë do të bëjmë re tek shenja e ujorit. Do t'i kemi një rritje në efikasitetin e jetën e tyre të përditshme. Kjo do të vi në sajtë mënyrës së komunikimit të tyre dhe të shoqërisë së tyre, sepse këtu do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh. Pra do të kemi një mënyrë komunikimi shumë më efikase. Në të njëjtën kohë, duke qenë se edhe rutinat të cilat mbajnë ata në jetën e tyre gjatë kësaj periudhe janë shumë të rëndësishme, nëse përzgjedhin rutina të shëndetshme, nëse përzgjedhin bile edhe persona të cilët janë shumë herë më të shëndetshëm në jetën e tyre, kjo do të thotë që mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë. Nga ana tjetër, për shenjën e ujorit do të kemi edhe një ndikim shumë të madh në brenda familjes së tyre ose tek banesa. Këtu nuk mund të them që janë 100% pozitive, por do të hapin rrugën për diçka pozitive. Pra nëse edhe këtë po them si shembull, nëse prishet diçka brenda në shtëpi, ose prishet marrëveshje që kemi me pronarin dhe na duhet që të dalim nga shtëpia, pra nëse është miqëra, kjo do të thotë që po hapen rrugët për të krijuar diçka, për të blerë shtëpinë tonë ose për të kaluar në një shtëpi më të mirë, etj. Pra nuk është diçka negative, thjesht pas kësaj, domethënë nëse marrim guximin dhe pranojmë ndryshimin, do të bëjmë re që faktikisht pas ka ndodhur për të mirën tonë. Për shenjën e ujorit, një këshill që është shumë e rëndësishme. Mos keni shumë besim tek fati juaj në këto momente, sepse mund të gënjeni veten tuaj në lidhje me fatin. Fokusoni më tepër tek gjërat që keni bërë analiza dhe i dini mirë, pra janë jo të bazuar tek fati ose thjesht tek intuita, por gjëra që keni të mësuara në mënyrë praktike dhe në mënyrë materiale. Shoqëria në këtë rast do të ndihmonte shumë, sepse ata mund të hapin mendjen ose të shtojnë perspektivë të re, e cila do të jetë shumë efikase në këto momente. Do të kemi një socializim më të madh për shenjën e ujorit dhe çdo gjë pak a shumë do të vinë në tresh për ta. Pra nëse vjen një shok ose një mik ose një shoqe në jetën e tyre, e cili ndihmon për diçka, pas kësaj do të vinë edhe 3 gjëra të tjera. Pra mund të vijë edhe një rritje në pozicion në punë, nga ana tjetër mund të vijë edhe personi jetës së tyre. Këto janë gjëra shumë madhore, por mund të merret edhe për gjëra më të vogla.